siç ndodh rëndom në kryesinë e LDK-s, pati një diskutim, thash edhe një herë gati 4 orë, një diskutim i hapur e demokratik, duke shtjerë debatin në secilën pikë të mundshme, natyrisht duke filluar nga një analizë e rezultatit në zgjedhjet e fundme dhe duke kulmuar sipas kërkesës të vetë kryetarit Abdi Xhiku, siç është deklaruar këtu në këtë sallë në 28 dhjetor, do të ftohet kuvendi si organi më i lartë vendimarrës i Lidhjes Demokratike të Kosovës më datën 31 janar. Në këtë kuvend, siç është deklaruar vetë kryetari Abdi Xhiku, ai do të ofrojë dërheqjen e tij për të lënë pastaj të lirë kuvendin të vendosë edhe për këtë çështje edhe për çështje tjera dhe për diskutime tjera që mund të ngriten në atë kuvend, thashë edhe një herë, si organi më i lartë vendimarrës i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Nëse dikush ka ndonjë pyetje, po t'ju lutem. Fillimisht, përfundisht komentiv kuvend, nëse më ka thënë kur pritet me mbledhjen e kuvendit, ose që kemi diskutuar. E thash me 31 janar. Pamerak. Kështu, në bazë të statutit të LDK-s, që komponon në 27 i parashet dy opsione, thirrjen e votësimit edhe dorëheqjen e kryetarit. Por në asnjë moment në statut nuk thuhet që ofrohet dorëheqja dhe vendos kuvendi, por thuhet që kryetari mundet me vënë dorëheqje para përfundimit të mandatit. Ndërsa në rastin e votëbesimit mund me udhëti për 1/3 anëtarëve të kuvendit ose nga vetë kryetari. Nëse unë më sqaroj saktë se është ky ofrimi i dorëheqjes ku statuti nuk e njeh ofrimin e dorëheqjes, por dhënien e dorëheqjes e para. E dyta, se nuk është vetë kryetari Abdi Xhiku në konferencën më tregu çka saktë është fol në mbledhjen e kryesisë, edhe e treta përveç çështjes ofrimit të dorëheqjes, është fol në mbledhjen e kryesisë edhe për çështjen e ndryshimit pas numërimit në vota të disa prej kandidatëve për deputet të Lidhjes Demokratike të Kosovës, ajo fol edhe çështje të tjera çka saktë është fol. Okej, po mundojmë të marrim mend gjitha pyetjet. E para ishte statutare. Faleminderit shumë për pyetjen, më jep mundësi të sqaroj. Pra po, kjo është formë që e kërkon vetë kryetari i partisë, formë e kërkesës së votbesimit. Pra kryetari Abdi Xhiku në këtë kuvend do të kërkojë vot të votbesimit, pra kuvendi i LDK-s që ka 355 delegat do të vendos pra në këtë kërkesë të kryetarit Abdi Xhiku nëse vazhdon të ketë besim tek kryetari i partisë apo jo, pra është formë e votbesimit, e kërkesës së votbesimit si shtatë e juni 27 i statutit të LDK-s e lejon qoftë kuvendit që të kërkojë këtë votbesim apo kryetari Abdi Xhiku, kryetari i LDK-s në këtë rast Abdi Xhiku të kërkojë një gjë të tillë. Pra është kërkesë për votbesim. Pyetja e dytë, më fal. Se nuk ka dalë vetë Abdi Xhiku në konferencë, e treta është por edhe përgjithësi vota gjatë numërimit. Çfarë proces është? Pa merak këtë pyetje po i parashtroni zëvendësit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, i cili një nga detyrat kryesore ka që të komunikojë edhe me publikun edhe me mediat, pra zëvendësi i partisë bën këtë çështje, në rastet caktuara vendos kryetari i partisë që të marrë pjesë në këtë konferencë apo jo, por detyrë kryesore e zëvendësit të partisë është të mbajë komunikimin me mediat siç jeni ju. Dhe pyetja e tretë, janë dy tema në një aty. E para është procesi ligjor, pra kemi parë deklaratat të kryeprokurorit të Prizrenit që do të ndjek këtë procedurë ligjërisht dhe ka përkrahjen edhe të LDK-s pra në çfarë do varianti, sepse këto shkelje janë shkelje të rënda të demokracisë dhe duhet ndjekur penalisht dhe duhet dhënë përgjegjësi ligjore, juridike secilit që ka bërë këto shkelje. Por natyrisht, siç ka thënë dhe vetë kryetari Abdi Xhiku, do të ketë dhe pasoja politike për gjithë ata anëtarë të LDK-s, pavarësisht nivelit të tyre ose përgjegjësisë që mbajnë brenda LDK-s, do të ketë dhe përgjegjësi dhe pasoja politike për gjithë anëtarët e LDK-s që nëse rezultojnë nga procesi hetues pra ligjor që kanë ndërmarrë procese ose pjesë në procese të jashtëligjshme. Po, Erdogan dëshirë të sa presë, në sofa, cili ishte qëndrimi anëtarëve të tjerë të kryesisë në këtë zgjedhje, apat kërkesat e tjera për dorëheqje të parevokshme ka zotë Abdi Xhiku, pra cila dhe nëse mundet na shpjeguar procedurën e këtij kuvendi të përgjithshëm. Pra, jo sa që është një mocim votbesimi, pra do të shkohet vetëm në këtë mënyrë, do të delegatët do të vendosin për dorëheqjen ose jo të kryetarit Abdi Xhiku, a do të lejohet të ketë kundërkandidat në këtë kuvend, apo është një proces tjetër që mund të ndodhë në rast që
ja aprovoj dorëheqjen e Abdixhikut? Pak a shumë përgjigjet vetë në pyetjen tuaj, besoj keni analizuar statutin, prandaj dhe njihni mirë. Pra statuti i LDK-s njeh të drejtën e kryetarit të partisë, këtë rast zotit Abdixhiku, për të kërkuar vot besim. Një gjë të tillë do të kërkojë më 31 janar, siç ka bërë dhe publike që më 28 dhjetor. Delegatët e LDK-s 355 DGS ose 354 minus kryetarin aktual, zotin Abdixhiku, do të vendosin se si do të trajtojnë këtë vot besim. Dhe dyta, pra duhet ketë një proces tjetër për të ardhur deri tek kandidaturat e tjera për të pasur një proces zgjedhor në LDK. Për momentin jemi tek pjesa e vot besimit, shohim rezultatin më 31 janar dhe pastaj diskutojmë gjithë. Që procedurë nga partit kryesisë, pra që të shkohet në këtë formë, jo me dorëheqje të paravushme. Po e përsëris edhe një herë, pra kur kryetari i partisë kërkon vot besim në kuvendin e Kosovës, kjo është procedura statutare ligjore që do të ndjeket. Pra ka diskutime të ndryshme në këto 4 orë, kemi diskutuar edhe tema të tjera, por në fund vendoset se sipas statutit kryetari i partisë ka të drejtën që të ftojë të mbledh kuvendin për t'i ofruar dorëheqje, pra për të kërkuar vot besim. Edhe çështja tjetër, do të thashë kemi diskutuar edhe temat e tjera, në mesin aty tema ishte edhe çështja e çështjes që do të ketë grupi parlamentar i LDK-s për çështjen e presidentit. Sa i përket gjitha këto që i ngritët ju këto çështje, pra nga kuvendi rrjedh Këshilli i Përgjithshëm, nga Këshilli i Përgjithshëm rrjedh kryesia, gjitha këto janë vendime që diskutohen e pastaj nëse ka nevojë dhe merren këto vendime në kuvend. Pra s'mund të baragjykoj për vendimet e kuvendit që merren me 31 janar, do të presim edhe unë edhe ju 31 janarin. Sa i përket vendimeve dhe veprimeve që do merr grupi parlamentar, jemi ende shumë herët të diskutojmë këto. Pra, keni parë dhe ju që në KQZ, unë ngritë edhe temë më herën, KQZ po presim ende certifikimin, duke që është diku rreth 2 javë larg së paku certifikimi i rezultatit zgjedhor, pas edhe kemi konstituimin e kuvendit, themelimin e qeverisë për të arritur deri tek dhe nevoja për të marrë vendime për veprimet e ardhshme të grupit parlamentar. Pra jemi shumë herët do të presim gjitha këto rezultate, gjitha këto veprime për të arritur deri atje. Siç ka thënë vetë kryetari Abdixhiku, statuti njeh të drejtën atij si kryetar partie të ndërmarrë veprime në këtë drejtim, do të presim vendimet e kryetarit, qoftë si kryetar, qoftë në kryesi, qoftë në kuvend apo në Këshill Përgjithshëm, do i presim edhe ne vendimet dhe veprimet e kryetarit Abdixhiku. Për momentin, zoti Tahiri është antari i kryesisë dhe ishte prezent dhe sonte në takimin e kryesisë.